Rritet numri i bursave të destinuara për të gjithë nxënësit e Kukësit, të cilët tashmë kanë fituar të drejtën e studimeve në universitetet e vendit. Ministria e Arsimit për Bashkinë e Kukësit ka dhënë 43 bursa, të cilat do t'u shpërndahen 86 studentëve në formën e gjysmëbursës, me qëllim që të gjithë aplikuesit të kenë mundësi që të kenë një ndihmë financiare për të përballuar jetën studentore. Përveç kësaj, Bashkia e këtij qyteti dhe Këshilli Bashkiak kanë dhënë edhe 20 bursa të tjera nga buxheti i tyre, duke qenë se edhe fluksi i kërkesave ka ardhur në rritje për këtë vit. Kreja Lizës do të bën. Dikur që ka makinë, zotnia ose shkruaj tabire me dokument, që nuk e ka makinë nuk e ka makinë përdorim, po dikur që ka makinë përdorim. Edhe vazhdon të marrë bursë. Dikush tjetër që ka aktivitet privat, vazhdon të marrë bursë, unë nuk jam dakord. Pranaj është këshilli ai që vendos. Unë jam dakord. Nga të ardhët e bashkisë, 10 bursa të shkojnë për studentët. U miratuan 80 bursa, kurse 10 tjera i lam nga fondi i Këshillit Bashkiak për të ndihmuar të gjithë ato persona që me një lloj mënyre është bën një gabim. Vetëm në Bashkinë e Kukësit kanë aplikuar për të drejtuar me bursë më shumë se 130 studentë. Antarët e Këshillit Bashkiak i kanë shqyrtuar në mënyrë të imtësishme këto lista me qëllim që të përfitojnë bursat e studentë që kanë nevojë imediate ekonomike.